Për shumë viktima të dhunës seksuale gjatë konfliktit, heshtja ka zgjatur me vite. Frika, stigma dhe dhimbja kanë penguar rrugën drejt drejtësisë. Megjithatë, çdo zë që ngrihet është një hap drejt së vërtetës. Çdo rast i paraqitur është dëshmi se krimët nuk harrohen dhe nuk duhet të mbesin pa ndryshkim. Njëri nga këta zëra që gjeti forcën për të kërkuar drejtësi është edhe shpresa. Me mbështetjen e vazhdueshme psikologjike dhe juridike nga QKRMT, ajo arriti të gjejë guximin për të thyer heshtjen dhe për të përballur me kryesinë në gjykatë. Pavarësisht sfidave emocionale dhe rrugtimit të vështirë, shpresa nuk u dorëzua. Ajo vazhdoi përpara dhe arriti të fitojë betejën e saj për drejtësi. Sot, historia e saj dëshmon se drejtësia është e mundur dhe se askush nuk mund ta përballojë këtë rrugtim i vetëm. Nuk jeni vetëm. Së bashku drejt drejtësisë dhe shërimit.